Një përplasje fizike ka ndodhur në Fier mes hetuesve të BKH, forcave operacionale dhe njerëzve të Agron Kaplanajt, ish kryebashkiak në Mallakastër. Raportohet se agjentët kanë ngritur një dron në hyrje të qytetit të Fierit, që ka shkuar pranë biznesit të ndërtuesit Shkëlqim Kaplanaj dhe vëllait të tij, Agron Kaplanaj. Pas ngritjes së dronit, punonësit e biznesit të ndërtimit dhe të afërm të Kaplanajve kanë debatuar me zyrtarët e BKH-s dhe forcat operacionale. Më pas, debati mes tyre ka agravuar edhe për një vend parkimi, duke përfunduar në dhunë fizike. Në komisariat janë shoqëruar 5 persona dhe agjentët janë duke kryer kallëzim se janë sulmuar për shkak të detyrës. Nga ana tjetër, Agron Kaplanaj pretendon se një makinë ka hyrë në ambientet e fabrikës së tij në Fier dhe ka ngritur një dron. Kjo ka shkaktuar debat me punonjësit. Pas debatit, agjentët janë larguar me mjetin e tyre dhe janë ndjekur nga disa të afërm të Agron Kaplanajt. Mëtej Kaplanaj sqaron se pak minuta më vonë kanë arritur që t'i ndalojnë dhe aty ka nisur një përplasje e dytë mes agjentëve të BKH-s dhe njerëzve të Kaplanajt. Sipas këtij të fundit, në asnjë moment nuk u është thënë që janë agentë të BKH, siç pohoi ai të afërmve të tij, u janë nxjerrë armët në formë kërcënimi dhe vetëm pas këtij momenti u është thënë që kanë të bëjnë me agentë të BKH-s. Makina ka hyrë në ambientet e fabrikës në Fier gjatë ditës dhe ka ngritur dronin. Është kthyer së dyti i njëjti mjet. Punonësit e fabrikës kanë dhënë sinjalizim. Mëtej ka dalë drejtori i kompanisë. Personat kanë thënë po filmojmë për toka. Okej, ka thënë drejtori, por jo në tokën time. Drejtori i fabrikës i ka bërë foto të targës së makinës dhe është shprehur do t'ja çoj shefit. Mos ja çoj shefit se do kesh probleme, i kanë thënë dhe janë larguar. Njerëz të kompanisë e kanë ndjekur makinën nga pas. Kur u njoha me situatën, u nisa të bëj kallëzim, u shpreh Kaplanaj. Lidhur me ngjarjen reagoi edhe policia. U shpreh se punonësit e saj bashkë me agjentët e BKH janë sulmuar fizikisht. Shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale në departamentin e policisë kriminale në policinë e shtetit, së bashku me hetuesit e BKH pas ditën e djeshme, kanë qenë me shërbim në qarkun e Fierit. Rreth orës 19:20 në aksin rrugor Fier-Patos, shërbimet operacionale të policisë dhe hetuesit e BKH janë goditur për shkak të detyrës nga disa persona, të cilët janë identifikuar dhe shoqëruar në drejtorinë vendore të policisë Fier për veprime të mëtejshme. Të gjitha veprimet hetimore e proceduriale janë duke u kryer nga prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm Fier, njoftoi policia. Kaplanaj u rreshtua krah Lulzim Bashës në përplasjen që ndodhi me Sali Berishën, madje ky i fundit e sulmoi disa herë. Më pas Kaplanaj u bashkua me Ali Beaj në krijimin e partisë djathtas 1912.